7 marsi jo vetëm që është festë e veçantë për mësimdhënësit, por dhe për vetë nxënësit. Ata në këtë ditë bën gati për dhurata, e urimet më të mira për mësuesit e tyre, të cilët me shumë mund, por me plot dashuri, u mësojnë atyre hapat e parë të diturisë, drejt një të ardhme të ndritur. Edhe Dion Kelmendi, nxënës i klasës së dytë në shkollën Faik Konica në Prishtinë, ka vendosur që për këtë ditë t'ia bëjë një dhuratë mësuesës së tij, Florie Recajt. Me gjithë dilemat e shumta, Dioni mendon që lulet do të ishin dhurata e duhur për mësuesen e tij. Kam menduar që t'i marr disa lule, por nuk e di se çfarë ngjyre do t'i marr, sepse lulet simbolizojnë dashurinë. Përveç luleve, Dioni dëshiron që t'ia shkruaj edhe një kartolinë mësuesës Florie. Kartolinë kjo e veçantë për të, nga se e ka punuar vetë ai. Mësuese e dashur, urime festa jote. Faleminderit për të gjitha gjërat që mi ke mësuar. Ti për mua je nëna e dytë. Do të mbetesh gjithmonë mësuesja ime e parë dhe kujtimi më i bukur. Me dashuri, Dion Kelmendi, për mësuesen time Florie Recaj. Një tuf me lule kam përgati, mësuese dashur për këtë ditë. Ja mende vogël e ndoshta s'di, ti rreshtoj fjala si kam dëshirë. Një tuf me lule kam përgati, mësuese dashur për këtë ditë. Një tuf me lule kam përgati, mësuese dashur për këtë ditë. Që e ka kompletuar dhuratën për mësuesen, ai e pret në bank atë bashkë me shoqët dhe shokët e klasës. Me ardhjën e mësueses, Dioni ndon si emocionuar, merr dhuratat dhe niset drejt saj. E mësuesja Florie, këtë ditë e konsideron si festën më madhështore dhe më domethënëse për të. Për mua 7 marsi është një ndër festat më madhështore. Është një festë e cila nuk mund të përshkruhet me fjalë. Gjithsesi, dhurata më e mirë për mua është mësimi i nxënësve, dija, dituria e tyre të cilën e fitojnë çdo ditë. Mirë po, sot është një madhështi që s'përshkruhet me fjalë. Kontributi nuk shkon ndam. Kjo është një ditë që na shënon sakrificën e madhe të cilën e përjetuam na gjatë viteve të para luftës. Mirë po na shpërblehet me gjithë këta fëmijë kaq të bukur, kaq punëtor, me këtë sukses të arritur dita me ditë. Rinia jonë po lulëzon, të ju falenderoj sakrificës së dëshmorëve dhe njerëzve të cilët fliuan edhe më të shtrejtën jetën për këtë ditë. Për mësuesën Florie, çdo 7 mars është më domethënës se tjetri, pasi që sipas saj, çdo vit shen nxënësit duke u rritur në çdo aspekt të jetës.